jeni nga Shkodra? Me origjinë nga Shkodra, por lindur në Elbasan. Elbasan. Po, familja përfundoi atje prej mas internimeve atyre gjërave interesante që kemi pas në gjatë kohës komunizmit. Unë u linda aty, shkollën e fillore dhe të mesme unë e kam banë në Elbasan, pastaj në familjarisht ikëm. Unë studimin për kompozicion i kam banë në Kanada, në Montreal, kurse pas universitare kompozicion i specializuar për muzikë filmi në Los Angeles. Dhe kjo ishte që mbari të vija këtu dhe ndeta. Do me thënë, ju mbaruat deri në çfarë pike shkollimet në Shqipëri? Vetëm të mesme? Mesme. Të mesme, në Elbasan. Tek Onufri në Elbasan, po. Tek Onufri në Elbasan. E kujtoni Elbasanin si një vend ku ju internuan, apo e kujtoni Elbasanin si Elbasani? Unë nuk e kam shiu internimin. Unë u linë... Unë me fjalë... Se tani bëjmë shaka, po? Pashut Roqa? Po, jo, ideja është që prindrit, sidomos familja Timeti, ato ishin mas internimit u dërgu në Elbasan, si që dërgoshin familjet me i shpërnda pak që mos mblidheshin prap atu ku kishin lidhjet familjare, farefisnore tjerë. Çka kishte ndodhur me familjen tuaj? Çfarë kishte ndodhur? Pse? Po, u arratis gjyshi, ishte ushtarak në kohën e Zogut, dhe e dënun me vdekje, i vranë të vlajnë, u arratis, edhe aty fillun historit. Kështu që, si gjysma e familjeve shqiptare, me fjalë, kush më pak, kush më keq, ka dhe më keq, etj. Po, kështu që unë u linda në Elbasan, imat ishte në teatr, fillimisht, me gjithë timam. Pastaj atë e përjashtu nga puna prej, se ishin ato valet e luftës klasave, biografit, kështu që në 91-shin, pastaj në janar, ne ikëm familjarisht. Do me thënë ata i punonin në teatr, që të dy? Jo, imat fillimisht, ndër themelusit e teatrit Elbasanit, po timat pastaj e përjashtun prej pune, se kaloi me Metsheu në Elbasan dhe dikush u çu tha si ka mundësi i biri i filanit është në teatr, edhe merr kazmën dhe vazhdo profesionin vend tjetër. Kështu që timat e përjashtun, timam nuk e përjashtoshin dot, sepse kishte pas teatrin Partizan, kështu që nuk kishin çak t'i thoshin asajt, përveç se ndaj burrin dhe ajo nuk pranoj, edhe këto historitë ku të vehet qeveria Mikok, një diktatur Mikok, edhe shqyqyri që kemi dalë me mend kok. Ndërkohë, gjunta pas ka ndryshuar pak, do me thonë të dhanë dialektin e Elbasanit. Po tashi, guri i randë në vend vetë i thonë, kështu që... Po, e bukur është se shkoja në Shkodër, më thoshin je shkodran nga jugu, kurse në Elbasan më thoshin ikër Shkodrani Dreqit. Shkodrani Dreqit. Kështu që hajde merr vesh tash këtë punë. Je kthyer më në Elbasan? Po, isha në Elbasan para 2 vjetësh, sepse festum pak ditëlindjen e timame dhe patëm një eveniment shumë të këndshëm, Bashkia e Qytetit e vlerësoi me një tip çmimi, vlerësimi për punën e saj. Të gjithë miqt, këto aktorë që kanë ngel, u mblodhën gjithë, po, para 1-2 vjetësh. Mund të themi emrat e prindërve, sepse mbase unë nuk i njoh, po ka shumë njerëz që i njohin, që janë në Elbasan apo në vend. Po, imat është Florenc Shllaku, ka ndru jetë, imam është Shani Shllaku, është akoma në Tiranë, edhe këto janë prindit. Kam dhe një vlla, piktor, ka marru në 9 vjetën, po është në Kanada, nuk është këtu në Shqipëri. Nëna është në Tiranë, nuk donte t'ju shoqëronte në... Jo, vjen dhe ikën, është njeri i lirë tash, kështu që... Ndërsa ju emigruat në Kanada, aty lindi dëshira për muzikën, apo kishte filluar tashmë në Elbasan? Jo, unë kam qenë muzikë qysh fëmijë, po pastaj shkolla e mesme kam pa muzikës në Elbasan prej faktit se instrumenti i parë ka qenë tromb, dhe nuk lejohesh, nuk ishte klas trompe në klas fillore. E ju thatë Onufri, e drejt, po nga që nuk i di çfarë shkolle ishte Onufri, po i bie ka qenë shkolla muzikës. Shkolla muzikës, shkolla artistike, ka dhe muzikën, ka dhe pikturën. Po unë isha për muzikë, mas të mesmes, ne pastaj ikëm. Kështu që... Dhe kompozicionin e kam marrë në Montreal, si që thash, dhe pas universitar këtu në USC. Është një universitet që quhet USC në Los Angeles.